Ndodhemi në ambientet e zëvendësisë së Vlorës me profesor doktor zotin Bardosh Gaçe. Profesor, në radhë parë duam t'ju falenderojmë që pranuat ftesën e Media Ngjalljes për të biseduar në lidhje me krishterimin dhe vendet e shenjtat krishtera ortodokse në zonën e Vlorës. Dhe kur them zonën e Vlorës, kam parasysh duke filluar që nga zona e Topalltis, me Poron, me Novoselën, me zonën e Nartës, me zonën e Llagatundit, zonën e Dukatit, Orikumit dhe për atë zonë të cilën ne kemi shumë për zëmër, nga cila jemi dhe dy bash, zonën e Lumit Vlorës. Mitropolia jonë quhet Mitropolia Beratit të Vlorës dhe Kaninës. Pra e theksoj dhe Kaninës. Le ta fillojmë këtë bashkëbisedimin tonë me çka dini juve në lidhje me peshkopatën e atëhershme të Kaninës. Në bisedat private që ne kemi bërë bashkë, ne kemi thënë që edhe sot ekzistojnë rrënojat e ish peshkopatës Kaninës. Çfarë dihet më tepër për këtë peshkopatë të atëhershme? Unë falenderoj qendrën tuaj peshkopale, por edhe Media Ngjallja për këtë interesim të jetës së krishterët që kanë bërë banorët e kësaj treve, sepse ajo është vetëm e pasur dhe larmishme, por ka lënë gjurmë të thella në ndërgjegjen morale dhe shoqërore të një popullsie e cila e ka dëshmuar se nga gjiri vetë kanë nxjerrur jo vetëm klerik të mëdhenj, jo vetëm apostull të mëdhenj, por në jetën e tyre harmonia fetare që dëshmohet sot në Vlorë, midis tërë komunitetet fetare është dhe rrjedhoj e këtyre marrëdhënieve që populli ka patur në shekuj. Sigurisht treva e Vlorës, ashtu si treva të tjera në jug të vendit, është mjaft e pasur me objekte, me gjurmë, por dhe me dokumenta arkivale se si ka rrjedhur jeta e krishterimit në këtë trevë. Ju folet për Kaninën, e cila ka qenë një peshkopat mjaft e dëgjuar dhe po çosh relacionet me Napolin, me Spanjën, me Francën, po dhe me vendet e Ballkanit Verior, por dhe me Malin Athos ose vendet të tjera, komunikimet e tyre, se mos kur Ohri ka qenë një peshkopat e fuqishme dhe në dioqezat e saja ndërtonte jetën klerikale, kanë rënë gjurmë të thella dhe banorët kanë qenë përkrasit më të mëdhenj të krishterimit. Sigurisht në dallgët e mëdha të jetës gjatë 2000 vjetëve ka dhe oscilacione dhe probleme, por këtu qëndron merita e këtyre banorëve të trevës së Vlorës, të cilët kanë ditur të harmonizojnë dhe të pranojnë një tjetrin në kushtet e jetës që bëjnë. Peshkopata e Kaninës nuk është vetmja një qendër institucionale fetare që ka pat ndikim të fuqishëm, po ka disa emra klerikësh, por unë do të thosha se më dhe më para Kaninës ka patur të gjitha koncilet fetare të Ohrit janë zhvilluar në Horë të Vranishtit. Dhe aty ka pat dhe një shkollë për përgatitjen e klerikëve ortodoks. Në Vranisht, në fshatin e Vranishtit? Hora ka qenë qytet aty. Po. Dhe në rreth të malit është sheshi i lejlerëve dhe kisha i lejlerëve. Po dhe sot kështu emërtohet ajo, Horë Vranisht. Po, edhe kisha i lejlerëve përgatiste çdo vit 60 klerik. Po kështu një rol të madh në Kaninë ka luajtur kisha e manastirit Kloqërit. Në rreth të malit janë disa mure atje, ka qenë një krua që rrjedh atje. Aty përgatitjes që jo edhe nga Danimarka, nga Suedia, nga Gjermania, nga Rumania, nga rreth 18 vende,
përgatitin klerik, po këta klerik kishe dhe specifikën e tyre, sepse bëshin dhe i fermierë, dimës mjek, për të shëruar sëmundjet e kohës, malarjen, sifilizin, sëmundjen e mushkrive dhe sëmundjet tjera. Dhe e çuditshme se Peshkopat e Kalinës ka patur në Tërvazër dhe një shkollë për praktik, pra si punë spitali, kushtonte dhe smur që i mjekonte dhe nga gjithë zona e Myzëqes. Këto gjurmë në Vlorë, në Termën e Vlorës janë shumë të mëdha. Nuk po flas për antikitetin, po flas për kohët më vonë. Kisha dëgjuar, kisha lexuar si studius mjaft materiale për kodikët. Po kur studiuam kodikët që ishin grumbulluar në Berat, edhe pse ato kanë emrin Beratinus, 6 kodik janë të Vlorës. Është i Dërmiut, i Marës, i Orikut, i Vlorës, i Kaninës, dhe aty ka pasurit dokumentare të jashtëzakonshme. Po unë do të thoshe që mendja duhet na tërheq për Kaninën edhe Ana Komnena, e bia e perandorit Alex, sepse ajo në 2 vëllimet që ka lënë, së moshtë Aleksiade, që unë e kam gjetë botimin frëngjisht, flet gjëra të jashtëzakonshme për kishat e Vlorës, për manastiret, edhe për djegjen e kishës së Klogjit, dhe ndërtimin e kishës së Zvërnecit. Bile, kryo komandanti i ushtrisë bizantine, Karanja, e ka varrin në kishën e Në manastir. Manastirit, kishën e Shënmaris. Dhe unë së bashkë me Damian Komartën dhe Frano Prendin, kemi bërë një ekspedit që kemi zbuluar, pa e është aty prapë, si pas rregullave kishtare në dyshemet e kishës. Po shikosh të dera e kishës Shënmaris, është këtitori, ka një dorë atje. Atje dora ka një njollë, dhe kjo njolla qa dëshmon, që ndërtesa tjetër që është pranë aty, pranë saja, ka qenë shkollë. Shkollë për përgatitje e murgjit, përgatitje e piftrinjt për sëmundjet e lëkurës. U morëm në tërsi me këto dhe te kodikët e Vlorës që tani janë në arkivin e shtetit, ka materiale të jashtëzakonshme. Për shembull, kisha e Marmirojit në Oriku. Ajo është kishë që vinin nga 27 vende të botës për të shëruar gratë që nuk lindinin. Ujtë atje janë, dhe sot janë vaskat në gur, janë ato gjithë. Flasim për një kulturë të madhe të krishtërimit. Flasim që apostujt të tërë kanë vepruar në këtë trell dhe kishin marrëdhënie me lindje dhe me perëndimin. Sepse po të shikosh, Shën Danaksi, që është një qytet në dhe bë pre e vrasjes saraqenëve në det, e tonë të cilët nuk donin, ishë kundërshtar të kishtërimit, duhet të pranojë. Ka shumë thënie, po keshën Lefterin, keshën Parasjevin, po keshën Angelinën, unë isha ata në Krushedol, më ftuan atje në Krushedol, Kroaci, dhe manastiri saj dhe kishat e saj atje ishin model. Jo vetëm ajo, po dhe 2 djemë të Shën Angelinës. Po, dhe 2 djemë. Dhe Shën Angelina është motra e Donika Kastriotit. Donika Kastriotit, po. Dhe pas një relacion Venedik, me dha profesor punë trupi, se si Donika Araniti, nga Napoli, ndimonte motrën me atë senatit të Venedikut, motrën në Krushedol dhe vllain e burrit në Malinathos, Reposhin. Reposhin, po. Pra, duhet pranojmë një gjë tjetër, që një nga shkollat më të mira të përgatitjes së vajzave dhe grave për misionare të krishtërimit ka qenë në Berat. Aty përgatit edhe Shën Angelina dhe Shën Parasjevia Andrite. Pyeta Kanin aty, qa në këta ullit e Shën Parasjevis, po këta krojnë Shën Parasjevis, po këtu kodare, po krojnë në malin e Shashicës, kroj zonjës. Pra, den dhe Rugjina Balsha, që ka qenë princesh, një kontribut të mas që ka dhënë për kështrimin. Po dhe vetë,
Gjegja Aniti, po vetë dhe figura tjera të shquara apo të kësaj treve. Sigurisht, ne kemi himarën me potencialit fuqishme kulturore të ortodoksisë. Kam gjetur atje që Peshkopi i Ohrit dhe Peshkopi i Durrësit bënin pushimet në malin e himarës. Janë ca burime atje. Atje unë gjithë një biblioteke madhe, me 20.000 libra, si është e mundë midis maleve atje. Dhe vinin njerëz që edhe pushonin, po vinin dhe klerikë që studionin me muaj tërë atje. E tillë ka qenë edhe biblioteka e ortodokse e Vlorës, sepse neve këto shenja, rreth 800 libra më duket mbas luftës dytë botërore, kaluan në bibliotekën e qytetit. Dhe ky ka qenë një klerik i jashtëzakonshëm në Vlorë që neve duhet ta respektojmë. Martiniani, Joachim Martiniani, është nga Opari Korsës, ka qenë 12-13 vjetë në Vlorë dhe ka bërë një shërbim të mas këtij komiteti, që nga vitin 1906 dhe mbrapa. Po kemi klerik shumë të mëdhenj të Vlorës, si që është Marko Moçka në Porosh, që vati shërbeu dhe kishën e Shëngjergjit të Boston. Kemi Jorgji Mingën, vllajën e Jani Mingës, që përkthente literaturë të jashtëzakonshme nga librat biblik apo për nevojat të kishave të Shqipërisë. Edhe një argameno, po ta lexoni aty, thotë kur vata në kishën e Shëndhimitrit në punon, gjeta një priftët, Jorgji Moçka, i cili kishte një tavolinë të gjatur të mbushur me përkthime që përgatiste përkthimet për literaturës kishtare. Dhe aty pash që kishte edhe jetën e shenjtorëve, thotë. Që këta janë dëshmi të rralla që këta njerëz kanë kontribuar në mënyrë të tillë. Vlora ka patur veç Peshkopatës Kaninës kishën e bardhë, me gdhëndur me gurë të bardhë. Përsa Alex Buda më merri mirë, bashkë me Diana Komatën, shkuam disa herë në Qishbardh dhe i gjetëm ata në përrojt, gurët në një fellë, gurët e bardhë aty, e shkatruar kisha, po e pa prekur, e pa... Po që s'ka lidhje me manastirin e Kogjerit, diçka veçantë pra kisha? Kisha e bardhë është tjetër. Dhe Peshkopata është tjetër. Po. Mua më bën përshtypje edhe kishat e Shëmparashevisë. Kënë Dhërmi, kënë Fush Dukatit, kënë Lubonj, kënë Peshkëfi, kënë Trevllazër, kënë dhe në Llakatund, është dhe një në Llakatund. Po, ajo në Fush. Po, është dhe në Hambaraj të Mallakastës. Në Hambaraj, po. Buzjos. Dhe në Mesaplik. Është kishe e Kacore dhe kishe Shëmparashevisë. Që sa përhapje të madhe ka patur kjo shenjtore, sepse kjo shenjtore ishte shumë e lidhur me njerëzit. Dhe kjo ka shëruar dhe shumë njerëz. Pra feja ka lënë gjurmë dhe në jetën njerëzore me mirëbërësitë e saj, apo jo? Ka një pjesë e jetës së njerëzve. Unë nuk dua të vazhdoj në tërësi, por kishe Shëngjergjin Tërbaç, kam lexuar një libër në Kret dhe një në Korpus që tregon për jetën e popullsisë në atë zonë. Kisha kësaj në Bërgun e Detit Dhërmiu, Palasa, Bunoj, Himara, Qeparoj, kisha Armenit, është një monument tjetër. Shënkolli Armenit. Kishat e Nartës. Po dhe kisha e Mekatit, në vitin 1905 është një dokument që ishte pa kamban. Dhe banorët caktojnë një kryeplak aty, japin lekë dhe ajo vetë e blen kambanën janin. Edhe vjen me kamban edhe e kontrollojnë hajdutët në rrugë. Çfarë pasuri e ka ky kamban me karvan. Me karvan, po. Dhe ku panë kambanorën aty u habitu. Njerëzit kanë bërë sakrifica të mëdha me nga dashuria për jetën, po dhe për fenë, apo jo, për fenë. Dhe kultura e krishterimit është dhe pjesë e ndërgjegjes kombëtare të shqiptarëve. I ka ushqyer me ndjenja, me mesazhe, me përbashkësinë e jetës,
dhe me kërkesat për të qenë në nivelin e kulturës europiane. Dhe kjo është një fat i madh që kultura fetare kristiane ka prapur qytetrimin e mesdheut ndër shqiptarët. Shiko, është një debat në Buno. E bëjnë 3 stratiot. Ushtar, oficer. Ata thonë që ne nuk duhet të ndërtojmë shtëpi një kaç. 1780, debati, dokument. Edhe vendosin si fshat të marrin model shtëpit e Venecias. Shikoni si janë sot shtëpit në Buno. Apo jo? Ose fshatat tjera të bregut. Në bregut. Këta të qeparojt nuk kishin kish në Lyon. Po, tek restoranti Menza, ndërtuan një kthim dhe unë një prisht ati, që morë nga qeparoj. Pra, njeriu shqiptarët e kanë pat me vetë këtë kulturë fetare, e kanë trashëguar dhe familje, në mjedis, në shoqëria ndër këtij. Nuk është e pak për shumë, po që 7 kuvendet e Labris. Në të gjitha kanë marrë pjesë peftëri. Në kuvendet, për pajtimin e gjaqeve, pajtimin e sherreve, e grildjeve, se kishte, apo jo, gjëra midis fshatarëve, midis edhe bërdapisit. Unë do të thoshe se kisha e Shëntodrit në Vlorë ka luajtur një rol të madh. Dhe kjo kisha e Shëntodrit, me sa më kujtohet, është e vitit 1551. Por, fatkeqësisht... Por jo kjo kishë është sot ekzistuesja. Në fund të rrugës Shqipëri Godar të kryqëzimi aty. Ka qenë ish kisha e vjetër. 1856 ra nga tërmeti, ka qenë tërmeti fuqish. Po kjo del në dokumentat se si ndërtuar rruga e tregtarëve në formë loje. Pra rruga Shqipëri Godar dhe djasas që shkon të xhamia. Të xhamia, po. Dhe ajo bë nga tregtar, nga zejtar, nga apo njerëz kështu. Vlora ka pat lonç. Por ne nuk e kuptojmë lonçën çfarë është. Ne dim një toponim që është, apo në topona, lonç. Lonça ka qenë kuvendi i tregtarëve e zejtarëve të Vlorës. Kuvendi. Ka patur statut 1481. Pra kështu përkthehet fjala lonç, kuvendi i tregtarëve. Dhe aty ka qenë, edhe Hoxha dhe Prishti ka qenë ato pjesë të këtij këshillit tosh. Në këtë aspekt, pjesëmarrja, dashuria për Adzeun, është ushqyer nga këta klerik dhe nga komunitetet fetare të cilat e kanë pasur si pasqyrë të jetës njerëzore brenda tyre. Unë do të thoshja se ne kemi një kishë të re Shëntodri, apo jo? Po. Në 1921, në muajt e marsit, po rikseni diamanti nga nartë. Ju shfaqë në ëndër që këtu ishte një rap dhe një burim, një qesë. Dhe ju shfaqë në ëndër se ngur Shëntodri ishte këtu. Dhe vërtet ajo gërmoj e vetme një muaj me një lopat. Gërmoj e hapi një vend. Dhe aty gjeni disa gurë të vjetër kishtarë. Sa e morën vesh lojnjatët, kush lojnjatët? Kisha ortodokse, kisha katolike, kisha këta xhamia e Muradijës, edhe Bektashin dhe Gus Babas, me njëherë lajmëruan, vunë fondet, parat, ndihmuan dhe tregtarët, se ishte oda e tregtisë, del atje oda e këri, bëbajo një thiri oda e tregtisë. Pra është një listë e këtyre ndihmëtarëve. Dhe ndërtojnë kishën e Shëntodrit, që për fatë të mirë, ku erdi për herë të parë në Shqipëri, Panoli, bëj dhe një meshim, e kanë gazetat të shkruaj këtu, edhe të tjerë. Por, ky model ishte dhënë për para. Unë ndërtua sa ati që qëtë Merkatu e Vlorës, 1 qershor 1918, dhe kisha ortodokse, dhe kisha katolike, dhe Bektashit, dhe ata, dhe sinagoga e ebrejve, të gjithë paguan para për ndërtuar kanë kontribuar për atë. Pra, ky solidaritet është një shenjë e mirë, mirësie dhe fati i këtij komuniteti që të ushqejnë ndjenja të tilla vllazërore
paqësore, fetare dhe kulturore. Profesor, në lidhje me Shën Lefteri ka qenë episkopi i parë i Vlorës. Çfarë di më tepër? Unë di këtë gjë që në kronikat që ka marrë, 2 kronikat që ka marrë, vetë fjalë për varrimin e tij. Pra ishte varrosur këtu në Vlorë? Jo, është varrosur në Romë, sa atje vdiq. Ai hyri në polemika me një komandant të ushtrisë romake. E kam dhe emrin e tij aty dhe u ashpërsuan shumë. Vdiq, por dokumenti thot, u pritë thot, 5 ditë, 5 net, ju e dini më mirë që vendoseshin në dyll, apo jo, si vendoseshin ata, edhe 20 hapra larg kishës në Romë, u dha një kuje, një vajtim me vargje. Dhe atëherë u lajmëroi qyteti se erdhi nëna dhe 40 kaninjotët për ta varrosur, kushujt e tij për ta varrosur atë. Anthia, nënë e tij Anthia. Edhe është shumë interesante, është shumë e bukur, atë dhe vajtimi i kulturës apo jo të brendshme njerëzore. Por Shën Lefteri ka bërë shumë bamësi dhe në brigjet, më thanë, sepse të brigjet tona kishte saracen shumë. Saracen. Shumë kishte shumë Vasilit saracen të dojgjën në Karabërë. Ata ishin grabistë të detit, kaçak deti, si qysh. Piratë të detit. Piratë detit. Do të thoshja se në kulturën tonë, veç këtyre shenjtore, si që është Shën Lefteri, Shën Parashevia, Shën Danakati, Shën Angelina, kanë qenë shumë piftrin ortodoks me kulturë. Në Trevën e Vlorës, edhe në zonën e Imarës. Por, ne duhet kapim një thelb që pas rrëzimit të Peshkopatës në Kanin, Peshkopatë e Vlorës u vendos të Krionero. Në ujë në ftohtë para. Në ujë të ftohtë. Dhe është ceremonia që është bërë atje. Dhe është emëruar Peshkop Onufër Konstantini. Në Jonufër. Dhe pandaj ka dhe Jonufër ajo, Onufër. Vendi ati. Në rrështë të Shkëmbit lartë, ka qenë kisha, janë rënojat atje, edhe një piktur murale. Tani, ne zhvillojmë turizmin, kulturën e re i tjetës njerëzore, por ne duhet të ruajmë dhe këto dëshmi, apo jo, të tyre. Ndaj dhe biseda me ju, profesor, ka një vlerë shumë të veçantë për evidentimin e këtyre vendeve të shenjta dhe pastaj kisha kuptohet që do marrë ato masat e veta që të bëj punë e vetë në lidhje me vazhdimsinë. Nga Dimitër Shuteriqi dhe më Komzeshua, kam qenë 3 herë në Marin Athos, në Greqi. Dhe të kisha Laura Shtat, është një pedagoge e Selanikut, e shkëlqyer, studiuse, Sakelaris, e shkëlqyer. Ajo më ndihmoi me disa dokumenta për David Selenica. Shprehimi në atë regjistrin e Selanikut shkruhet David Selenicasi ka lindur në Armenohor Avllona. Fshatin tonë armen. S'ka rëndësi, në këtë trevë. Dhe prandaj shumë vjetë përpara u këmbgula që në Selenicë kishte një emër David Selenica dhe busti ti ose një relief i ti, apo jo, në tjetër një sigurësi. Është busti Davidit në Selenicë. Tani, a ishtë figurë shumë e madhe. Figurë shumë e madhe krishterimit. Po jo krishterimit, po dhe kulturës dhe ndërgjegjës kombëtare shqiptare. Atëherë ne jemi boshllëk kësaj figure, si që kemi Onufër Konstantinin. Ose kemi mjaft prishtinë të tjerë në Bregdet, që janë me emra, me kronika, apo jo, me gjitha. Po dhe në Vlorë, në qytetin e Vlorës. Më kujtohet se si dhe njësit që ka kisha rreth vetës. Këshilltarët, apo jo? Po. Tola Rapi, Janis Krame, disa emra që kam zirë nga arkivat, kanë losë një rol shumë të madhë.
Marrëdhënia e kishës me banorët e saj është primare, është e jashtëzakonshme dhe kjo ka qenë e jashtëzakonshme dhe kaq fisnike në Vlorë sa që se ma do të kush. Profesor, erdhi një herë në Vlorë po qënë postoli. Ka qenë në Berat, në qendër të kishës. Dhe kërkoj Bisarion Gjuvanin. E di ku e gjeti, Cerkovin, ku shaj kishe vogët. Tek shumë parashqevia. Po. Dhe e ka shoqëruar një fshatar nga Bestrova me mushkë. Dhe ai shkruan një letër një miku të tij që si është e mundur, ai me këmbë, me këpuc, me shopinga, në përpluhur, unë në kalë dhe më çoi atje ku më donte im zot Visarion. Dhe ai i quan këta banor tepër fisnik për dashurinë që ushqenin për fen. Po dashuria për fen në Vlorë është përkthyer dhe ndryshe. Dashuria për fe dhe atë dhe dashuria për një tjetër. Por kjo është bota universale e njeriut, apo jo? Dhe ne kemi fat që Kisha Ortodokse e Vlorës, me gjithë organizmat e saj, ka lozur një rol shumë të madh në çdo kohë. Edhe në kohët e vështira, flas për luftra ose për apo jo, kështu. Ka qenë një mjet pajtimi, një mjet besimi dhe një mjet shprese që njerëzit të shikojnë mesazhet për të ardhmen e jetës tyre. Unë të vetëm vetë që kam për komunitetet fetare, edhe duhet të ketë më shumë klerik të shkolluar. Koha e kërkon, globalizmi e kërkon. Në kushtet e reja të zhvillimit të qytetërimit të botës, ka një angazhim tjetër. Unë ju falenderoj dhe për çdo gjë, për mua 272 gjurmë kishas në trevën e Vlorës nuk janë pak. 272 janë, gjithë trevën e Vlorës. Ne shpresojmë që të kemi një bashkëpunim bashkë dhe ndofta t'i shkelim me këmbë pra këto vende, të shkojmë bashkë, t'i shikojmë nga afër, t'i filmojmë dhe ndërkohë pa tjetër që ju dini dhe historikun e këtyre vëndeve të shenjta. Po unë ndjes, profesor, t'ju bëj dhe një pyetje tjetër. Ekziston një dokument për shembull që këtu në Vlorë të ketë pasur një kishë të Shën Lefterit? Po. Kisha e Shën Lefterit ka qenë 800 hapa larg kishës Shën Parashevis. Me që është një bisedë për kulturë, Sultan Sulejmani kundërtoi xhamin, urdhëroi që kisha që ishte rënuar e Shën Parashevis të obori shkollës Alidemi në cep aty. Mori një gur të madh, shnoi emrin e Shën Parashevis dhe ka vënë në themelët e xhamisë. Xhamisë tonë aty tani ku është? Po. Mirë shumë. E ka dhe kronikan e Vlerat Çelebi, e ka dhe një tjetër. Ndërsa thot 2000 hapa larg kësaj kishë Shën Parashevis se kishë Shën Lefterit. Po në që i bie përballë Kalitoris. Pra diku aty duhet të jetë rënojat. Po tani kuptohet aty se ekziston gjë. Profesor, dua të ngull këmbë tek pjesa jonë, të pjesa e Lumit Vlorës. Në lidhje me Peshkpin, dikur më keni thënë që aty Peshkpia ka qenë një qendër e madhe ortodokse dhe ka pasur dhe një vend të një kishë të madhe. Rënoja të cilat ju keni parë. Në 72-74 më prish, nuk u shkoi largët, apo jo, për Brezin ton. Dhe ajo kishte piktura murale, mua më kanë pëlqyer shumë pikturat murale të saj. Por për nevojat në magazinave për bujqësinë e për këto, u prish ajo kisha dhe fatkeqësisht deri nga 75 ka qenë një pjesë e murit me atë pikturë, nuk e prekën ata fshatarët. E shmangën atë suvane e madhe dhe e lanë një anë të një gatë atje.
Edhe ku vije pje unë qurë, në qësëm shikoj edhe pikturë murale, ishte shumë interesant. Pastaj e thërmon që bën sheshin ative dhe tjetë. Humbje këtyre gjurmave është shumë e dhimbshme. Jo vetëm për kishën, por unë them për që në kulturën këto e këtij vendi. 30 vjet, ju keni bërë një punë të jashtëzakonshme në ringjalljen e objekteve kishtare dhe të kulturës kishtare ortodokse në Shqipëri. Profesor, edhe diçka tjetër ndofta e fundit kjo. Në disa shkrime që jam lexuar, një udhëtar gjerman rreth viteve 1479 dhe një admiral turk rreth viteve 1523, kur kanë vizituar Sazanin, ata japin ato dëshmitë e tyre janë pothuajse të njëjta dhe thonë që atje ka qenë kisha e Shën Marisë dhe kisha e Shën Kollit. Pra si thua ato përshkrimi që bëjnë ata të dy është pothuajse i njëjtë. Kemi një informacion më tepër për këto vende? Unë jam marrë shumë me këtë gjë, për arsye sepse Robert Elsie ka një libër të pabotuar. Dhe kemi qenë 3 herë në Karabrun dhe në Sazan, me Mojko Mzeqon edhe Robert Elsien, një studius editar me kulturë botërore. Edhe betë fjalë për Von Arfin. Ne në Shqipëri, gjithë akademia jonë, gjithë kulturë jonë, di që Von Arfin kishte 104 fjalë Shqip. Po do shkrimet e tij në Gjermani. Arnold Von Arf, po. E pra ky është një nga ata që ka dëshmuar për 490 faqe. Të fotografuara, unë më i komsequa i kemi kaluar në dorë ato dhe ndihmom Robert Elsien ta bënte libër. I dyti thonive është komandanti i plotës mesdheut. Ka bërë dhe një libër ai për udhëtime detare Kitabi Bari. Mua më dha Valiu Eskishehiri më dha një kopje. E qova në muzeum, po se gjitha një muzeum, se e pjesa dhe po unë ka provu atë librin e madh me dorë. A i ka vizitua vetë të brigje dhe i përshkruan të gjitha, shumë bukur. Por, ka pat 27 shtëpi, 29 shtëpi ka patur Sazani, shati quaj Sebeb. Më përpara është quajtur Shënkoll, nga emri dhe kisha, Shënkoll. Në kohën e Ibrahim Pashvlorës, që ishte Sanxhakuj Berati, se varej edhe Sazani përde, javurjemi Sebeb. është bërë një luftë e ashpër, dhe shkatruar 22 anijet, se ka pat anijet që i zotonin banorët. Ali Pashte Pelena, plota Ali Pashte Pelenës me plotën e Sazanit. Këto luftra humbën. Por kisha e Shën Marisë ka qenë e vogël. Ka qenë afër Kepit. Ndërsa kisha Shën Kollës ka pusin atje, ka pusin ka dhe gjurmët. Pra është edhe sot e kësaj dite? Ka gjurmët. Pra nëse do shkohet atje për shembull me një kërkim, kështu mund ta evidentojnë. Afër Molit është shumë afër ka djas. Edhe përshkrimi që i bëjnë të dy këta, qoftë ai udhëtari gjerman, qoftë admirali turk, janë pothuajse të njëjta. Unë kam bërë përpjekje që këtë librin e Robert Elsies ta botojmë neve, për motra s'më ka kthyer përgjigje akoma në Berlin. I kam dërguar mesazhe, letra. Kuptoj që ai ishte vdekje e papritur, sa ai erdhi në Berlin nga Kanadaja për të ardhur në Vlorë. I kishim për dhe biletat me skap neve për të vajtu në Karabrun dhe atje, se vend në mëgonin 3 fotografi për të bërë librin. Edhe më i komi u përtkuar që të bënim diçka dhe unë kam folë me të motrën, për tani është na e përgjigje, kaluan 3-4 vjetës, apo jo. Po, unë kam besim që me anë të dekanit të Universitetit Munihut, profesor Bardik Demirajt, i kam shkruar një letër dhe i këtë verë do ja çoj asajt motës së Robert Elsies, dhe mas e kemi fatin ta kemi. Ai ka kompjuterizuar dhe të printuar, dhe do e binte në Shqipëri për të botuar. Për të botuar, pra. Po vdiqja ditë që i ndodhi. Pra, kemi gjumë plot, kemi dokumenta plot, por ne akoma s'kemi shfrytzuar dokumentat e Peshkopatës Ohrit. Dhe
Ai Ceni, në drejtorës e Arkivit Stambollit, ku isha vjetur, më tha, për Vlorën, sultanët kanë dhe letrat fermane që i lejon të krishterët të ushtrojnë. Pra, ka dokumenta tjera, besi duhet bërë deduksione, mendime, konkluzione dhe shkrime për ta pasqyruar. Për ta pasqyruar, po. Ka qështë. Profesor, shumë faleminderit. Ishte kënaqësi të bisedoni me ju dhe ne shpresojmë që ky bashkëpunim të vazhdojë dhe në të ardhmen, kur ju të rehabilitoheni nga problemi shëndetësor që keni, dhe shpresojmë që gjitha këto kishat që ne përmendëm, një pjesë të tyre, të shkojmë dhe të shikojmë nga afër. Unë ju falenderoj nga zëmba dhe juve dhe ngjalljen me ekranin e vet, se është një punë fizike që duhet në ringjallu dhe prezantuar këto gjëra që po na zhduken. Faleminderit. Ne do bëjmë pjesën tonë. Faleminderit, profesor.